histori temën, që këm kryu lidhe me atë shoqën, jëm konë shumë i ri. Shumë i ri, mos tëmë, jëm konë 25 vjetë, 26 është. Dhe tani nuk isha edhe i qëndrushëm. Edhe tani, momentin që më fikë edhe na i farë muhabeti tjetër, e vazhdojshë. Kërkom falje prap. Më falni. Duat lidhëm të pyetja jote që the, a është ma shumë që kanë dashuri që ju ka lind, apo janë shok? Unë e shoh se dashuri është më e madhe kur kimia, kur shihen, kur ajo dashuria lind, ndërsa sa i përket kur e ki shoqe apo shok vitet të tëra, e ke në studime apo koleg puna apo çka do qoftë, aty ndryshon komplet 360 shkallë me styre raporti, sepse dihet shok shoqe është një raport tjetër. Dhe një moment dashurohen, i pëlqen kësaj vajzës djali apo vajza djalit, edhe dashurohen edhe fillojnë rrugtimin e tyre. E aty çdo gjë ndryshon. Do thotë si e shahone, si kom dëgju, si kom pa dhe rrethin tem. Personalisht nuk kisha ditë ç'është mja lyu pi shoqës. Një shoqe, do më thonë, që i thëmë shoqe, që punoj me ta, apo që bashkë veproj me ta, apo që heq bre, kom shoqe, une s'kisha ditë. Dorë një fjallë, po s'po thëmë. Une personalisht nuk kisha ditë. Ju ndodhë njerëzve, sepse një detaj shumë i vogël të bënë mu dashuru një njeri, një fjallë, një dosëm ajo i pëlqen ose ajo, ose diçka shumë një detaj i vogël. Lume, na e na gra, edhe na i dim historitë e shoqeve tona, edhe kushrinave, njerëzve, gjatë viteve. Për shumë, unë e kam pas shoqe që ka qenë dashurume me një njeri 5-6 vjetë. Edhe e ka pas shumë afer vetes, edhe kur s'ka mujtë mja shpreha dashuri. Po edhe këtu e problemi, se shumë njerëz, do më thonë, janë shok tash njëri, ka pas kolegë, ose ka pas kujshi, ose... Ashtu është i dashurum të, po nga respekti i shoqnis nuk mundet mja shpreha, po kupton, edhe ajo merë ko, deri sa të vije. Dikush e ka shok me vite, unë e kom pas një rast disa kolegve, ish kolegë shumë ma heret, edhe ata do të thotë kjo zonja e ka pëlqy tër jetën, atë që kanë qenë figura shumë njoftë në Kosovë, e ka pëlqy tër jetën, aj nuk e ka ditë, aj shumë vonë dikur në pleqëri ma të shtyme, kur ju ka ra me disa aktivitete politike më marë, aje ka kuptu që ajo shoqja e vetë, ajo zonja e ka dashur të jetën. Ajo nuk u martu, ka pas një smundjet ma të hershme, diku në moshën 50 e diçka vjeqare ka vdek, ndërsa ajo sot jeton, edhe ajo u martu, e ka fëmije, u rritë është gjysh, edhe kështu që ka ndodhë. Thot, ka rastet lloj-llojshme. Por, si isha duke thonë, ta përfundoj qatë mendimin, kur kanë shumë kohë, aty ndryshon martesë. Sepse ata si shok nuk xhelozojnë, nuk kërkojnë llogari, nuk janë, çdo gjë ndryshon. Edhe ata nuk e njohin pastaj njëri tjetrin. Do të thotë, çuditët është që ky shoku im, ose atë që kjo shoqja ime, që kam pas me to kolegë, ose ku do të qoftë, si kanë qenë. Me zemra që njeri përshirë të shoqërisë nuk i mban për veti dhe nuk i shpreh. Edhe për çta është shumë vështirë, unë e shoh për veti, e shoh shumë vështirë me konë një çift i mirë apo një raport i mirë nëse ata kanë qenë shok. Sepse pa marrë shembull Grekun. A duhet mos mu njoft na që mu dasht Krishnika? Jo, na do të mu njoft. Pak a shumë do të